derisa ne shqiptarët po përqahemi dhe po merremi çdo ditë të lume me cikërria të panevojshme dhe me politika ditore të imponuara nga klasa politike e dal jashtë kontrolli, në zemër të Eurazisë po lind një projekt gjigant që mund të ndryshoj hartën ekonomike, energjetike dhe strategjike të botës. Nga Stambolli e deri në kufit me Kinën, turqit po i ofrohen njëri tjetrit më shumë se kur më parë në histori. Tani më, nuk është pyetja se Turqia a është bë fuqi serioze apo ende jo, por në pyetje është krijimi i botës turke, e cila mund të ndikoj nesër edhe fatin e Ballkanit, të Kosovës dhe të gjithë shqiptarëve. Për dekada të tëra, shumë njerëz kanë menduar se ëndra e bashkimit turk kishte vdekur bashk me perandorin osmane. Mirë po, sot Turqia po ndërton korridore të ndjeshme gjigante tregtare, aleanca ushtarake, lidhje energjetike dhe identitet të ri që shtrihet në miliona kilometra katror, mbi uranium, mbi gaz, naft, minerale kritike, që fuqit më të mëdha të botës i konsiderojnë jetike për shekullin e 21. Pikërisht për këtë arsye, Rusia, Kina, Evropa, Irani e sidomos Izraeli po i ndjekin me ankth hapat të cilat po i merr Ankaraja zyrtare.